Drejt kurorëzimeve apo drejt divorceve, ky është fenomeni që po zhvillohet në qarkun e Gjirokastrës, një fenomen që sipas avokatëve tregon se zgjidhja e martesave po fiton gjithnjë më shumë terren, edhe pse shkaqet mund të jenë nga më të ndryshmet, problemet ekonomike duket se kryesojnë. Divorci nuk e zgjidh problemin, sepse problemi kryesor nuk është i atyre që divorcohen, sepse ata janë madhor, të shkojnë punën e tyre dhe me rastet e shumta që ka gjykata e Gjirokastrës, një problem i madh janë fëmijët. Fillon sherrri në çift, qoftë për pensionin ushqimor, qoftë për mënyrën e mbajtjes, qoftë dhe për banesën ku do rinë, sepse zakonisht gratë vjen tek banesa e prindërve dhe poshtohen sidomos për emigrantët. Rastet janë të shumta në gjykatën e Gjirokastrës dhe 1% të madhe zën emigrantët. Sipas të dhënave të gjendjes civile, në Bashkinë e Gjirokastrës, gjatë vitit 2025 janë drejtuar pranë kësaj zyre për të lidhur martesën 119 çifte. Në qarkun e Gjirokastrës gjatë vitit 2025 janë regjistruar gjithsej 166 zgjidhje martesash. Të dhënat tregojnë se numri i divorceve ka qenë më i lartë se ai i martesave. Fenomeni zgjidhjes së martesave po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Vetëm gjatë 2 muajve të parë të vitit, pranë gjykatës janë paraqitur 59 çështje për divorc.